Nëse njerëzit e kanë thyer zemrën, mos u dëshpëro. A nuk ka urdhëruar mëshirëploti? Unë jam me zemrat e thyera. Pse brengos shpirti nëse është kështu? Nëse do të ndriçosh si dita, digje nefsin tënd të zi si nata. Thua që kam një hall. Halli është buraku që e çon njeriu tek e vërtetë. Por ti këtë nuk e di. Mos mendo se hall ke vetëm ti. Duhet të dish se ka të tjerë që hallin tënd e quajnë mirësi. Mos e humb shpresën. Kujtoj Jusufin. Aty ku ndodhet halli, aty shkon dhe zgjidhja. Aty ku ka breng, aty shkon mirësia. Aty ku ka pyetje, aty ka edhe përgjigje. Aty ku ndodhet anija, aty është edhe ujë. Kërko ujë. Arri etjen që ujërat të derdhen nga poshtë e nga lart. Pasuria e kësaj bote është buzëqeshja e Allahut. Shikoj atë, por mos u de. La tahzan, mos u dëshpëro. Detin lumi nuk e nxë, e oqeanin deti se nxë. Ati që s'është i dashuruar, edhe po t'ja shpjegosh, nuk kupton. Unë e ti. E nëse do të thoje është rrugë për të gjetur të vërtetin, s'do të besonte njeri. Ai që nuk ka një grimës diell në zemrën e vet, nuk digjet, nuk mund të digjet. Mos u dëshpëro se të është thyer këmba. Mbase në vend të këmbës së thyer që të mori, Allahu do të jap flatra. Mos u dëshpëro se ke ngelur në fund të pusit. Mos haro, Jusufi doli nga pusi e u bë mbreti i Egjiptit. Nëse bëhet diçka që ke dëshiruar, ka një të mirë, e nëse s'bëhet, ka 1000 të mira. E shkuara dhe e ardhmja është sipas njeriu, sepse bota e së vërtetës është një, ndërsa kjo botë është një ëndër. Mos hamendëso moj zemër e brengosur. Edhe nëse të pritet dora në ëndër, mos u frikso. Dora jote është në vend. Nëse kjo botë është një ëndër, edhe fatkeqësitë që po jeton janë të përkohshme. Përse mërzitesh? Kur çdo gjë të vi furishëm mbi ty në një pikë që s'duron dot, mos guxo të heqësh dorë, sepse ajo është pika ku ndryshon kahu i ngjarjeve. Libri i kësaj bote, i këtij universi, je ti. Hape dhe lexo veten o zemër e brengosur. Qoshja më e largët e universit është një pikë brenda teje, por ti as që je i vetëdijshëm. Çfarëdo që të jetë brenga jote, mos u frikso. Mjafton që shpresa jote të jetë Allahu. Kur çdo kush të besojë në diçka, besimi yt të jetë në Allah. Asnjë mëkat s'është më i madh se mëshira e pafundme e Allahut, por prapë së prap ti shiko mos të bësh gjunahe. La tahzan, mos u dëshpëro. Çfarëdo që të jetë halli yt, merr abdest me një frymë dhe shtroj një sexhade në një qoshe të dhomës. Ulo dhe vajto. Nëse dëshiron, mos fol fare. Mos haroj që ai të di ty dhe hallet e tua më mirë se ti. Kur të lutesh, ngri duart me atë zemër të thyer, sepse mëshira dhe mirësia e Allahut përqafojnë njeriu me zemër të thyer. Qëllimi i njeriut që i bie me shkop qëllimit nuk është të rrah qëllimin, por të heq pluhurin. O zemër e brengosur, apo mërzitesh që Allahu po të pastron pluhurin? La tahzan, mos u dëshpëro. Nëse diçka nuk bëhet sepse do të ndodhë diçka më e mirë se ajo, ose sepse është diçka që nuk duhet të ndodhë. Shikoj këta zogj që fluturojnë, as mbjellin as korrin. Allahu që mendon furnizimin e tyre, a mendon se do të ta harrojë ty? Mjafton që ti të dish të kërkosh. Kur belat bien si shira të rëmbyer, vetëm ata që arrin ta mbajnë kokën lart, shkruhen në listën e dashurisë. Ndërtimi ndodhet brenda rrënimit. Rregullimi është brenda prishjes. Dëshira ndodhet në të mos dëshiruarit. Ekzistenca shihet brenda mos ekzistencës. Sa keq që njeriu të mos zgjedh dot me zemrës dhe mendjes,
sa keq është kur koha të jetë afër sa një grim çast dhe larg sa një shekull. Dhe a e di sa e dhimbshme është që njeriu mos të shpjegoj dot atë që di, të thot unë e të hesht, të thot ti e të qaj. La tahzan, mos u dëshpëro. Nëse ti ecën në rrugën drejt të vërtetit, ta hapin rrugën e ta lehtësojnë. Nëse tretesh në ekzistencën e të vërtetit, të kthejnë në ekzistencën e vërtetë. Nëse shpëton nga uni, rritesh aq shumë sa të nxën botët, dhe pikërisht atëherë ty ta tregojnë vetveten, pa ty. Një emër tjetër i dashurisë është durim. Durimi ndaj urisë e ka emrin agjërim. Durimi ndaj dhimbjes e ka emrin trimëri. Durimi ndaj njerëzve e ka emrin mirëkuptim. Durimi ndaj dëshirës e ka emrin dua. Durimi ndaj ndjenjave e ka emrin lot. Durimi ndaj mallit e ka emrin përmallim. La tahzan, mos u dëshpëro. Ç'të dua, nga Allahu e dua. Nëse e jep, është nga madhështia e tij. Nëse nuk e jep, është provimi im. Nëse kërkon diçka nga Allahu, dera hapet. Mjafton që ti të dish ti biesh derës. E nëse do thuash kur, atë se di. Por mos e humb shpresën. Mjafton të dish të qëndrosh përpara derës së tij.